konflikti i Femilla Drovcit me Jakupin është i rrajshëm, i shpifur, i sajuar. Femilla Drovci ka pas probleme që nga jashtë, bile janë përpjekur ta pengojnë me hyrën në Kosovë. Kush? Hashim Thoqi dhe grupi i tij. Ata kanë pengu. Ai ka pas probleme me ta, nuk ka pas me mu. Problemi i Femilla Drovcit Ju thoni që ky grup ka pengu Femilla Drovcit që të bëhet komandant zone. Absolutisht e kanë pengu se e kanë zgjedh komandantin e zonës me vota. Shikoni, këtu kanë qenë defekte që kanë bërë të tjerët. Jo unë kam qenë zëdhënës. Po të thamë sinqerisht, problemi i Femilla Drovcit s'ka pas asnjë problem vetëm me mua. Bile, dikon ka funi korrikut a fillimi i gushtit. Femilla Drovci, me Gjev Krasniqin, Ladrovcin, dhe me Samil Ushtaku, që është në Burgaj tani, se dy paret janë dëshmore, erojnë, kanë qenë në familjen time. Kemi bisedu gjëra gjatë. Ka pas vrejtje të shumta, që unë jam përpjekur të amortizoj ato përpjekje dhe mendoj që ja ku arrit qëllimit. Bile dhe po thamë publikisht, Gjeva ka flajt në dhomën me shoqen time dhe ne kemi vazhduar bisedimet me Femillën dhe Samilën Nord. Dhe do të thotë, unë kam pas raporte të mira me Femillën. Femilla se ka pas asnjë problem me mua. Problemet kanë qenë të tjerët, jo të unë. Do të thotë, problemet kanë qenë në kuadër të lëvizjes për LPK-s, Lëvizjes Popullore të Kosovës. Unë nuk kam qenë i kyçur në ato probleme.